Një denoncim shqetësues rrëbërshtot nga një pensioniste në Vlorë, e cila u detyrua të pranonte kredinë e banesave sociale për të pastrehët, me standarde të papranueshme dhe pagesa mujore prej gati gjysmën e pensionit të saj. Në raportimin e dëshpëruar, gruaja tregon se tashmë paguan gjysmën e pensionit për qiran, pa i mbetur gjë për shpenzimet e tjera të jetesës, si faturat e dritave, të ujit, ushqimet, mjekimet apo rregullimet të punimeve abuzive në pallatin e të pastrehëve. Ajo duhet të paguaj kredin 9.500 lekë të reja në muaj, nga pensioni i saj prej 26.000 lekë, ndërsa shton se në kohën e pranimit të banesës, ndërtuesit dhe noterët duke abuzuar me situatën e saj, nuk e lejuan të shikonte brenda apartamentin, pa firmosur e pa paguar 8.700 lekë, lidhjen e kontratës të noterit. Dhe rrjedhimisht apartamenti rezultoi me punime të këqija hidraulike, elektrike, lyerje suvatimi, ashtu si dhe me gropa, rrugë të pashtruara e pa kanalizime në ambientet e jashtme. Pensionistja tregon se nuk përballon dot blerjen e frutave e perimeve, kur 1 kilogram patlıcan kushton 300 lekë, speca 320 lekë të tjerë, dhe detyrohet të shkojë në supermarket për të pritur uljen e ushqimeve të skaduara ose në prag të afatit të skadimit. Pensionistët në banesat sociale në Vlorë kërkojnë ndihmë për uljen e kosteve të rënda të kontratës, që e bëjnë të pamundur mbijetesën, ndërsa ironizojnë shpërblimin e pranverës prej 5.000 lekësh të reklamuar nga qeveria, që nuk ka asnjë efekt në lehtësimin e vuajtjes të tyre.